Në ndërkohë, me këto këngë dhe festivalit që po i përmend, ke marrë goxha shumë çmime, pavarësisht që ki 2 këngë vetëm të realizuara. Ke prezentu ato 2 këngë dhe ke marrë shumë çmime. A mundesh pak Isra me na tregu ku ke qenë, ku je vlerësu? Atëherë kam qenë në Gjakov, te Lyra Fest, aty kam marrë 3 çmime, një më i rëndësishëm ishte ai i votave të publikut, ku të gjithë kërçovarët bashkë votuan për mua. Aty të mora 3 çmime. Një nga 3 çmimet ishte edhe çmimi i parë. Në Ferizaj kam marrë çmimin e parë. Në Temol Kuqet kam marrë solistja më e mirë, edhe shumë të tjera. Edhe shumë festivale tjera. Me cilën këngë ke shku më shumë në gara? Klithma e Paqes. Me këngën e parë? Po. Si është kënga e dytë? Bjeroshi. Bjeroshi. Këto këngë të cilat edhe te e treta që po punon, kush i shkruan tekstet, kush mirret me krijimin e tyre? Të 2 këngët e para i ka shkruar Çamila Liu dhe i ka kompozuar Pëllum Qerimit, që do t'i përshëndes shumë. Patjetër. Dhe këngën e tretë jemi duke punuar në të, e ka kompozuar dhe e ka shkruar Dafina Smajli, të cilën do t'a përshëndes shumë edhe atë. Edhe muzikën e ka bërë Memli Kelmendi, të cilët i do atë të 2, shumë dhe i përqafoj. Patjetër, i përshëndesim gjithë këta të cilët kanë rëndësi të madhe në rrugtimin tonë muzikë, sidomos Dafinën, e cila edhe na ka shkruar për me rekomandu një super talente si që ti me pas në emisionin Familja Jonë, kështu që unë falenderoj Dafinën që të ka sjellë studion tonë. Madje në bisedë sipër Dafina më tha, Isra është një prej atyre që nuk i vyn për cilë sepse ka një super zë. Dhe unë isha shumë kurreshtare me ndëgju. Unë doja të ky projekti i tretë, me që ende nuk ka dalë, edhe ta kesh ekskluzivitetin, një refren të projektit të tretë, nëse mundesh pak live me këndu. Apo ende nuk do me shpalon se? Jo. Asë gjë nga projekti i tretë? Nuk duhet, akoma. Si do titullohet? Projekti i tretë do titullohet Gonxha është e mirësaj. Flitet për Nën Terezën. Okej. Për se sa e mirë ka qenë ajo. Edhe do t'i zbulojmë edhe pak. Tutje, nuk po do Isra me zbulu shumë. Por që çka vjen nga Dafina është fantastike.